Debutimi i 16-vjeçarit shqiptar me Red Bull New York si titullar në javën e parë të Major League Soccer i ka lënë të gjithë me gojën hapur. Djaloshi luajti 76 minuta duke qenë thuajse i pagabueshëm në mesfush, teksa dha edhe një asist në fitoren 2-1 të ekipit të tij. Ndaj nuk është rastësi që Major League Soccer e ka përzgjedhur atë në artikullin për debutuesit e javës. Duke rrezikuar mbi vlerësimin e performancës, Mehmeti ishte fantastik, teksa Red Bull New York fitoi me merit 2-1 ndaj Orlando City. Mesfushori 16-vjeçari dal nga akademia dhe pjesë e ekipit përfaqësues të moshave të SBA-s, duke debutuar me ekipin e parë, vështirë të ketë gabuar një hap në provën e tij të parë që zgjati 76 minuta. Ai u fut në manovër kur ishte e nevojshme, luajti pasime që thyenin vijën dhe madje asistoi për golin e dytë të Julian Hall. Ishin 2 nga 3 titullarët e moshës 17 vjeç e poshtë. Flet vetë fakti që trajneri Michael Bradley, një mesfushor legjendar i SBA-s, i besoi këtij të riu të luante një rol kaq të rëndësishëm. Dhe mos harroni, Bradley e stërviti Mehmetin në ekipin e Red Bull New York 2, që fitoi titullin Major League Soccer Next Pro 2025, kështu që ka një familiaritet me të, shkruhej në artikullin në fjalë, por jo vetëm kaq, pasi Mehmeti u zgjodh dhe në formacionin ideal të javës së parë të Major League Soccer. Futbollisti shqiptar ka qenë pjesë e grumbullimeve të Shqipërisë U15 në vitin 2023, por më pas vendosi të përfaqësonte SBA në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, emri i tij mbetet në fokusin e FSHF-s, që po tenton ta kthejë atë përsëri pjesë të ekipeve tona kombëtare.